kryesorja këtu kush është? Që ne, domethënë kjo protestë të arrijë objektivin e vet. Domethënë të përmbysin komplet këtë klasë, të gjitha këto institucione të manipuluara dhe që drejtohen nga një qendër brenda dhe jashtë Shqipërisë, dhe shteti shqiptarëve i arshëm, ky përkasin pikërisht shqiptarëve, institucionet jenë me të vërtet pavarura, shteti të funksionojë me të vërtet në mënyrë demokratike, njerëzit të mos jenë të shantazhueshëm. E kuptove? Nëse është pi sot ai, nesër shantazhohet. O Engjël, po këtë thonë edhe ata, këtë thonë edhe pala tjetër. Prandaj them që po e kuptojmë ku jemi. Tani ne prum këtu një fakt dhe po e them edhe një herë. Prandaj e nis edhe me të koha do të tregojë. Koha do ta tregoj. Tani, çfarë tregon koha tjetër? Nga i takim. Ti e di që para jeni gjithmonë dyshues, edhe këtë çfarë thotë Engjëlli. E them si gazetar. Po. Edhe edhe pranon dhe thot vetë. Po, ti jeni sigur. Jeni dyshues, hapni syt, jeni vigjilent dhe dyshoni skeptik. Hapi i pari. Sidomos në gjërat kaq bukur, kaq të lidhura si çfarë edhe Engjëlli. Hapi i pari i njeriu të mençur është që ti marrin gjërat, ti ver përballë njëra tjetrës, ti analizoj dhe të nxjerrë një konkluzion në kokën e vet. E kupton? Tani në datën 22 si shtam ishte takimi i Edi Ramës, në datën 23 që ndoshta shumica e shqiptarëve nuk e din fare, Gjykata Europiane për të drejtat e njerëzit ka marrë 3 vendime për subjekte shqiptare. 2 prokurorë dhe një tjetër, nuk e di se çfarë është. Njëri prej prokurorëve është Gentian Osmani, dëgjoj mirë. Tjetri është Ferdinand Elezi, dhe një tjetër nuk e di emrin, po s'ka rëndësi për mua. Ka lidhje me këtë se çka po ndodh me këtë gjë e madhe që po ndodh? Pikërisht pra. Okej. Tani, unë të thash që parat që i grabiten e Engjëllukës kanë përfunduar tëra jashtë shtetit dhe kanë përfunduar në duart e korruptimit masiv brenda dhe jashtë Shqipërisë.